Kom përkthyja, thotë çto diçka Po 5 kryevepra të Banifës. Unë e kom dëgju pa dosh me Mona Përguj, gazetarin Vebi Kajtozi, në një nga televizion nëse s'ka bëjnë klan, thotë që domethënë Kurani kur është përkthyr domethënë gjuhë shqipe është financuar prej Serbisë. Po. A është e vërteta se po thu po? Po e di se ka thonë kështu, bile jam mundue në mënyrë shumë konstruktive t'ja jap një përgjigje meritore. Po të ishte dikush tjetër i cili është ma i guxim shumë se une, do të kishte fol fjalë më meritore që një shpifës i tillë e qet një shpifje të tillë. Për koincidencë, Sadri, Kurani në gjuhën shqipe për herë të parë në historinë shqiptare është përkthyer në kohën kur baba im ka qenë kryetar i Bashkisë Islame të Kosovës në vitet e 80-ta, 1980-1990, 2 mandate, para të ndjerit rahmetliut profesor doktor Recep Bojës. Në atë kohë ka qenë iniciativë e Bashkisë Islame e andër e kahmoqme edhe e babës tim, që hala është gjallë, me që po flasë për data të vjetra, po, Haxhijetish Efendi Bajrami, dhe në bashkëpunim me profesorët e medresës, e sidomos me rahmetliun, profesorin tim, Sherif Ahmeti, vendosin që ta përkthejnë Kur'anin. E merë në bisupët e ti, Sherif Ahmeti, e përkthen në mënyrë shumë të suksesshme, e boton Bashkësia Islame e Kosovës me 100 mundje e mundime e garamete derisa i kanë gjetë paret në xhamate me sadakatul fitr e me zeqate e me sene i kanë siguruar mjetet Bashkësia Islame atëshme për me botue atë Kur'an. Që asë nuk ka... medresët, po, bashkëdeshta me përmen. Të falenderoj që ma kujtove kështu, ma me theks. Ajtë edhe medresët i ka hapur Serbia? Medresët në fakt i ka mbyllë Serbia. Medrese ka pas edhe para luftës së dytë botërore, e kanë mbyllë një herë, pastaj shqiptarët e kanë hapë, pastaj prap, pastaj dhe pas luftës së dytë botërore në vitin 1947 nis iniciativa, një herë hapët në Podujevni medrese, e mbyllë Serbia me arsyetimin se aty do të dalin njerëz të shkolluar patriot të cilët do të luftojnë Serbia. Hapët medresja e Prishtinës në vitin 1952, nëse nuk gabohem, 52, e që medrese kjo, edhe para hapjes, edhe ato medreset e më parshme, e kanë pat zit e ullirit derisa kanë mund të konsolidohen. Shteti si kanë imu, siç nuk ju ndihmon sot shteti i Kosovës, bashkësive fetare, në rastin konkret, Bashkisë Islame, dhe natyrisht që i rapet me përmen babën, kërkojnë ndjesë dhe pejshikuzve. Emeritan, kur emeritan? Në vitin, diçka që nuk e din shqiptarët. Problemi kryesor i aktivitetit islam dër shqiptarët, pra edhe botimi i Kur'anit, edhe mirëmbajtja e medreseve, edhe pagat e imamve, dhe aktiviteti fetaro arsimor në Kosovë, problemi kryesor të gjitha këtyreve ka qenë financime. Dhe baba, atë botë në vitin 1963, ka qenë mufti i Anamoravës, i 8 komunave të Anamoravës, është i pari i cili, në bashkëpunim me Husein Gjozon, me ndimtarin e shekullit nga Bosnia, cilin une e kam lexuar me pasion çdo germ të cilën ai e ka shkruar, ndërsa ai ka shkruar me miliona germa, me mira faqe. Në bashkëpunim me te, e bën propozimin që sadakatul fitri, zeqati, lëkurat e kurbanave mos të shkojnë për të varfërit, me që edhe të varfërit e kanë hak me marrën, Kurani i specifikon 8 kategori të cilave jo ipen fitrat, baba e bje fetfajen e cila pranohet në kryesinë e Bashkisë Islame në Prishtinë atë botë,
në 63-ën që sadakatul fitri, lëkurat e kurbanave dhe zeqatit të ipet vetëm për medresen. Falë këti vizioni dhe bashkëpunimit me shokët e vetë, me ulemat e kohës sa të hershme, nga viti 1963, ajo fetva është valide dhe deri në këtë ditët e tona, bashkësia islame, respektivisht medreset, fakulteti studimeve islame tani, mirëmbahet kryesisht nga zeqati dhe sadakatul fitri, ndihmat të cilat i japin qytetarët, besimtarët musliman të Kosovës dhe nga diaspora. Kjo meriton pak dërëtërgjitje, se ke emisioni ke shumë serios, por që kjo meriton dërëtërgjitje. Falimderit, zotin deroft. Jo ke ndërru ti mu, shumë. Edhe pije se nuk është s'ka kështu, s'është me se hire me frim. Jo, a? Ja, jo. Në më për më të shëru, s'kisha besu let, po e di se e qela vetë. Po është pra dhe ndurë më stari. Edhe ty nuk të pranohen, nuk të shkojnë se hire tash se je hala me ilas që të ushëruhe. Tu të shmehidin ato. Tojni me ilon gjynohën, nuk e di kështu, dhimë po kam. Vare qëfar gjynohën. Ti që shingus musafirët. Ti më konë zjanë gjynohën. Ato gjynohëve që... A i në paka politika një me t'i kom po videat në kanalin zyrtar në YouTube që i ki Mustafa Bajrami, për gjitha ata që e ndjekin e din që te trajtat gjithmonë temën Izrael-Iran bur. Se shkuve a qëti, apo duke që mirë i kem punë në këto? Shambull, nëse kena zjedh presidentën, vjusa me Albinin problem madhur u preshen. Ti po shkon atë geopolitikën në botë me ndjek, le gjeon, ndjek e vish politikën këtu në Kosovë. Qka po ta mërmenja kërë? Pse su zgjedh presidenti, a i në rrjedha këtu në Kosovë? Ani, edhe kënej po himpa ka politika e jo, kënej ka politika. Politika? Po, shika me kidashur. Une kove të fundit flasë për Iranin dhe Izraelin, sepse ngjarja është ngjarje madhore. Po, këtë buta që ne Kosovë. Për para kanë folë për Pakistanin, doko kanë folë për Egjiptin. Doko për Palestinën. Për Palestinën, 2 vite, pas 7 tetorit 2023. E din shqiptarët, janë mbi 520 intervista në televizionet shqiptare, Top Channel, CNN, Euronews, pak edhe në Kosovë. Edhe për ata dhe për shkak të banë më mashtru këtë pyetje ma vonë. Pse kam refuzuar kategorikisht që të jam në për studiot televizive e që vetëm pas 16 muajve, para 2 jave kam qenë të Arben Ahmeti dhe të ti me ardhë ndjeva obligim. Edhe më të pa, edhe më t'i pru që ato 2 portokalla, edhe me i mytin që ka dal në i zarf shteti. Ti shova nuk e me se na tu zakonisht kur s'na pëlqejnë musafirët jena si Big Brother ja mi zorfin e zi. Zorfin e zi, okej. Kështu, pra, varsisht prej ngjarjeve, një 7 muaj kam qenë derin për masa ndoshta të bezdishme duke e analizuar politikën e brendshme dhe të jashtme amerikane. Ishte koha e zgjedhjeve, Trumpit, mendësia e re geopolitike në botë. Për këtë arsye, une kështu, për ta plotësuar, nuk pa harroj me u kthy te politika. Po e di që sa rrë.